nderuar rektor, të nderuar dekan dhe profesor, të nderuar studentë dhe pjesëmarrës. Ndihem shumë e lumtur sot që më dha mundësia të jem pjesë e kësaj ceremonie dhe një ditë kaq të veçantë për të gjithë studentët e Universitetit Epoka. Dhe që jam unë ajo që do të bëj hapjen e kësaj ceremonie të mbushur me kaq shumë emocion, veçanërisht për studentët të këtij viti akademik. Duke ardhur me pritshmëri të larta dhe aspiratat tuaja për një të ardhme të ndritshme, ju do të filloni kështu një fazë të re të jetës tuaj në këtë universitet. Megjithatë, në këtë moshë të zhvillimit të shpejtë të shkencës dhe teknologjisë dhe konkurrencës gjithnjëherë më të ashpër, qëllimi i studimit tuaj universitar nuk është vetëm për të fituar një diplomë në fund të tij, por më e rëndësishmja është rriteni të shëndetshëm akademikisht, profesionalisht, ashtu dhe nga ana sociale, gjatë këtyre viteve të ardhshme, të cilat do të jenë pjesë shumë e rëndësishme e jetës suaj. Ashtu sikurse unë jam shumë e sigurt që edhe ju jeni të etur për atë lloj lirie që ofrohet përkundrejt ideve dhe iniciativave për të drejtuar punën tuaj në një mënyrë që ju jep ndjenjë të paturit një qëllim në botë. Epoka gjithnjë është munduar dhe është përpjekur për të mbështetur studentët përmes zhvillimit të programeve dhe krijimit të hapësirave në kampus dhe jo vetëm, ku jepet mundësia të ndiqni punën që ju frymëzon. Dhe unë ju sugjeroj të shfrytëzoni këtë mundësi në më të mirën e mundshme. Të dashur student, udhëtimin më të bukur e filloni sot. Sigurohuni që me dëshirën, vullnetin dhe punën tuaj të përfitoni dhe të merrni maksimumin nga çfarë ju ofrohet. Nuk mundem ta zgjas më, sepse kemi një ditë të mrekullueshme përpara. Ju presin performanca nga më të ndryshmet nga vetë studentët e universitetit, të cilat shoqërohen me panajirin e ushqimit dhe dietë freskuese falas për ju nga Agna Group, gjithashtu nga kafe që ofrohen nga kafeteria. Ka ardhur momenti të leskenën dekanit të studentëve, i cilët do t'ju uroj mirëseardhje në këtë rrugëtim dhe në vazhdim do të ndiqni performancën e Willa Kamperit me këngët Djaloshi dhe Shiu, gjithashtu edhe Lemza. Faleminderit. Të dashur student dhe prindër, të nderuar profesor dhe kolegë, kam kënaqësinë të ju uroj mirëseardhje në ceremoninë hapëse të vitit të ri akademik 2015-2016. Një mirëseardhje të veçantë kam për të gjithë ju të cilët keni zgjedhur të studioni në Universitetin Epoka dhe që sot zyrtarisht merrni statusin e studentit. Ju siguroj që keni bërë zgjedhjen e dur që na keni besuar neve për vazhdimin e studimeve tuaja. Fal stafit akademik të kualifikuar, po ashtu edhe stafit administrativ, por edhe stafit të gjithëve që universiteti ju ndjek, Epoka do t'ju ofroje një mundësi dhe përvojë unike në jetën tuaj. Si antar të Universitetit Epoka, tashmë ju jeni pjesë e komunitetit të studentëve që janë të angazhuar në projekte të ndryshme. Do t'ju këshilloja që të bëheshit pjesë aktive të klubeve studentore, sepse në ditët e sotme një rëndësi të veçantë marrin dhe organizimet tuaja jashtë klasave, të cilat kanë për të shërbyer në anën tuaj profesionale. Unë besoj që ky vit do të jetë një vit tjetër me arritje për studentët e Epokës, ndaj ju uroj shumë suksese në studimeve tuaja. Ju faleminderit. Boloi berseri
Në vazhdimsi të këtij programi ju ftoj që të ndiqni fjalimin e presidentit i Këshillit Studentor, më pas fjalimi që do mbahet nga Haxhire Djari, vajza përfaqësuese e klubeve studentore, dhe gjithashtu performanca e Giulia Gjakanaj me këngën On My Way. Faleminderit. Të dashur student, të nderuar profesorë e dekan të departamenteve, sot kam kënaqësinë e veçantë, por jam dhe i privilegjuar që në emër të studentëve të Universitetit Epoka dhe në emrin tim personal që dëshiroj mirëseardhje, fillim të mbarë të studimeve, suksese rezultative në studime dhe në jetësimin e realizimit të planeve tuaja, me qëllim që këto studime t'ju sjellin ngritjen profesionale dhe zhvillimin e karrierës suaj. Të dashur student, ju që keni pasur fatin të jeni përzgjedhur për studime në këtë universitet, në departamentet e ndryshme që Epoka ofron për ju, dhe ju që keni qenë të privilegjuar që të jeni student të këtij universiteti, shpresoj që të ndini vetën krenar, por njëkohësisht dhe të përgjithshëm për mbarvajtjen e studimeve tuaja. Pra, ju që keni zgjedhur rrugën e shejtë të edukimit e shkollimit, që përveç përkushtimit në ngritjen e karrierës suaj profesionale, kërkon edhe përkushtim në përgatitjen tuaj për respektimin e etikës edukative-arsimore, si parakushti domosdoshëm për sukses në karrierën tuaj. Përveç privilegjit për të studiuar në degët që ju keni zgjedhur, ju duhet të ndjeni të privilegjuar me që tashmë jeni student të një universiteti me mësimdhënës dhe bashkëpunëtor me përvojë akademike shumë vjeçare. Dhe siç mund ta dini disa nga ju, Universiteti Epoka është emëruar dhe si universiteti numër 1 në Shqipëri. Student të dashur, vendi ynë ka nevojë për studentë të dalluar e të suksesshëm. Shqipëria ka nevojë më shumë se çdo shtet tjetër për kuadro të reja arsimore, për një shoqëri të civilizuar, si dhe për avancimin e vlerave demokratike në shoqëri. Ne jemi shpresa e vetme e jetësimit të kësaj nevoje dhe aspirate, në rrugën tonë të gjatë, por të rëndësishme, që vete kemi zgjedhur. Ju dëshiroj shëndet, suksese, realizim të dëshirave tuaja dhe rezultate të shkëlqyeshme në profesionin tuaj të shumë kërkuar. Unë si president i Këshillit Studentor jam qëndësisht i predispozuar dhe përkushtuar për bashkëpunim të ngushtë me ju në krijimin e kushteve sa më të mira për studime efektive dhe rezultative. Suksese dhe punë të mbarë. Të nderuar profesor, të dashur student, unë jam Haxhire, student e vitit të fundit në Departamentin e Arkitekturës dhe jam këtu për të folur si përfaqësuese e studentëve më aktiv, nëse mund të them kështu. Si studente që së shpejti të largohet nga ky universitet, duhet ju jap një këshill që për mua ka vlerësuar shumë, ndoshta jo aq shumë në anën akademike sepse edhe kam humbur orë mësimore, nuk e mohoj, por kam përfituar shumë miq, shumë eksperiencë që për mua do më ndihmoj edhe në anën profesionale, që kjo është qëllimi kryesor se ne vim të universitet. Epoka ofron shumë mundësi, si për shembull shkëmbimet studentore, klubet studentore që ofrohen, dhe është një universitet që ka në qendër studentin. Dhe unë do e këshilloj shumë që t'i shfrytëzoni çdo mundësi të mundshme që jep. Në klubet studentore janë shumë, janë Arty Spacers, janë Sensitivers, Future Engineers, e gjithë me radhë. Dhe secili prej tyre ka mendime, ka ide të ndryshme që nuk kanë ngelur vetëm në media apo në letër, por edhe janë realizuar. Nuk e them këtë vetëm për të thënë fjalë bukura, por e them edhe nga eksperiencia ime personale, por edhe nga miqtë e mi që kanë ecur përpara jo vetëm brenda universitetit, por edhe jashtë universitetit. Nuk dua të flas shumë, por edhe nuk mund parashikoj dot eksperiencën që ju mund të keni me klubet, sepse është në dorën tuaj e gjitha, se sa shumë doni të ecni. Por uroj shumë që të keni një eksperiencë akoma më të mrekullueshme se ajo që kam patur unë. Faleminderit.
Në pjesën përmbyllëse të këtij programi do të ndiqni një fjalim të mbajtur nga studentja alumni Elda Doda. Në vazhdimsi do të ndiqni performancën në beatbox dhe dubstep nga Prince of Street, performancën e Vilma Çekani me këngën Safe and Sound dhe së fundmi All in Band me muzikën e tyre. Faleminderit. I nderuar rektor, të nderuar profesor, të dashur student. Para së gjithashtë doja t'ju falenderoja për ftesën tuaj, ndihem shumë e vlerësuar dhe e lumtur që gjendem këtu para jush në këtë vit të ri akademik. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Elda Doda, jam diplomuar në Degën Bank Finance në vitin 2012 dhe aktualisht punoj në një firmë auditimi që quhet KPMG. Kam 3 vite tashmë. Në ditën time të parë si studente, të cilat kanë kaluar 7 vite, kisha shumë pasiguri dhe në ditët të kohë dyshime që më shoqëronin, duke qenë se edhe Universiteti Epoka sapo ishte krijuar dhe ishte në fillimet e saj. Ishte e natyrshme që mendoja nëse kisha bërë zgjedhjen e duhur dhe më besoni që përgjigjen e kupton vetëm në fund. Kur kthehesh pas në kohë dhe shikon, atëherë çdo gjë fillon të marrë kuptim dhe është shumë e qartë. Kanë kaluar 4 vite në këtë universitet ku jam rritur dhe jam bërë një njeri edhe më i mirë. Formimin tim e shikoj jo vetëm në aspektin profesional, por edhe në atë shoqëror në marrëdhënie me njerëzit e tjerë. Padyshim që ky universitet ka pasur një rol shumë të rëndësishëm tek unë. Të jep mundësinë e shkollimit në gjuhë të huaj, të bësh praktika të ndryshme, të ofron mundësi të programeve të shkëmbimit me universitete të tjera dhe ka shumë aktivitete ekstrakurrikulare të cilat të ndihmojnë shumë në formimin dhe të pasurojnë edhe më shumë. Unë jam produkt i epokës dhe në një treg pune asnjëherë nuk e kam ndjer veten të paaftë të konkurroj me të tjerët. Dhe shpeshherë mund të them që kam qenë një hap më përpara se të tjerët. Gjithsesi, sot është për një pjesë për jush fillimi i një udhëtimi, i cili do t'ju përcaktojë dhe do t'ju pozicionojë në të ardhmen. Ajo që mund t'ju them është që ka shumë rëndësi që secili prej jush të përkushtohet dhe në degën e studimit që ka zgjedhur dhe etja për dije të jetë gjithmonë prezente në jetën tuaj. Kushtet janë këtu, por duhet dhe përkushtimi dhe ambicia juaj, të cilat janë vendimtare për të ecur përpara dhe për të qenë edhe më i mirë. Besoj shumë në një shprehje që thotë, gëzimet dhe shqetësimet i zgjedhim shumë para se sa ti përjetojmë. Është shumë e vërtetë që zgjedhim rrugën tonë akoma pa u nisur, prandaj duhet që ti kemi shumë mirë të përcaktuara synimet dhe qëllimet që do të arrijmë në jetë. Kjo në mënyrë që të minimizojmë sa më shumë pasiguri që mund të dalin në të ardhmen dhe për të qenë sa më të përgatitur për të përballur me jetën që është e mbushur me sfida. Ju uroj nga zemra që të keni jetë akademike dhe personale sa më të suksesshme dhe ju lutem asnjëherë mos humbisni dëshirën dhe etjen për të mësuar dhe për të qenë më të mirët. Për çdo pyetje që mund keni, nuk e di, në fushën e auditimit ose edhe për të ardhmen, nuk e di, mund të drejtoheni tek unë dhe jam e gatshme për t'ju ndihmuar me sa mundësi që mund të kem. Faleminderit. Përshëndetje. Do të bëjmë një performancë beatbox dhe më pas një dubstep dance. Më shumë do bëjmë freestyle, pasi nuk kam përgatitur për jetën e vërtetës.
Dua të bëjmë mbylljen e këtij aktiviteti të sotëm duke ju uruar të gjithëve një vit sa më të suksesshëm akademik. Gjithashtu ju ftoj të shoqëroni ditën e sotme me panairin e ushqimit, me donor dhe ajran për 100 lekë, me pijet freskuese falas nga Agna Group dhe kafe falas nga kafeteria e vogël. Faleminderit gjithë.